Bukur. Megi, e ndjek botrori, e ndjek futbollin ose sportin në përgjithësi? Mundohem, sepse me këto oraret e këtij botrori, do me thënë shumë tortur, mundohem nga pak, ajsa gjejmë atë mundësinë atë kohën, se sigurisht emocionet që të japin ndeshjet, tifozeria, kur mblidhesh edhe me njerëz të cilët i ke si thua kundërshtar në zgjedhje midis skuadrave, është kënaqësi gjithmonë. Pastaj është një gjë shumë e bukur që të bashkon njerëzit. Këti kush na tha një ditë në panel, se di Clive dhe Josel po më me memorien si jeni. Unë jam shumë mirë, po këto ditë jo dhe aq mirë. Që sporti është art më vete dhe arti është sport më vete. Edhe më pëlqeu kjo. Me thënë të drejtën, sport pa muzik nuk ka, po muzik pa sport edhe mund të gjesh. Muzik pa sport edhe mund të gjesh. Okej. E bukur tifoze me? Me Shqipërinë. Atë se vi parë një diskutim. Në këtë botror me këtë skuadra që janë me Francën. Ke goditur fix në ndoshta ekipin më të mirë. Pas Hollandës. Po, gjithmonë pas Hollandës. Pas, do me thënë Franca, me sa kam parë disa ndeshje, më saktë Franca është diçka e edukuar nga prindrit e mi, duke qenë se që të dy kam mbaruar shkollën atje dhe gjithmonë ka qenë ajo fryma që duhet të bëjmë tifo për Francën. Unë zakonisht me Hollandën kam qenë, por ndryshuam gjatë kohës, edhe si vjetë, nuk e di, më zhdukur interesante. Bukur, si më ka parë Clive, më falë, kur thash Hollanda, po mund të thoj edhe Argentinë, po duke qenë se është e dyta në zgjedhjen tënde. Edhe e ka dhe grupin shumë të lehtë. Vjen më amortizuar.